Nuk duhet i rritet menja, që unë kam shumë dituri, kam so shumë dituri unë, jam i ditur, kam disa fakultete, jo të mos u lavdëro. Imami Aliut i ban një pyetje herë, edhe i than, kur po njitej në minber. I than, je ai që ngjitet aty në atë minber, di gjithçka. Ja, i tha. Unë disa gjana i di, se disa gjana nuk i di. Por, po përgjigjem, tha me përgjigjen e melekëve të Zotit, që thanë, o Zot, ne dim vetëm aq sa na ke mësuar. Edhe me të vërtetë kështu ishte. E pan mangësinë e tyre. Megjithëse Allahu xhelle xhelalu shumë gjana ju kishte treguar melekëve, pra shumë të ditur ishin, ama në fund fare, thanë, o Zot, vetëm ato që na ke mësuar. Pse Allahu xhelle xhelalu me pak gjë. Pra ato që i mësoi Ademit alayhis salam, ja tregoi emrat e sendeve të shumë gjonave, edhe çdo gjë që emërtohet sot, atë bazën e ka ke emërtimi i Ademit alayhis salam, siç e ka mësuar Allahu xhelle xhelalu Ademit.